dëshon fjallën? Rregull. Faleminderit nën kryetar deputet Kuvendit Republikës Kosovës, siç e kuptuat, pra janë dy amendamente në fakt janë tri amendamente, po për njërin nuk ka pasur diskutim në komision, ajo është planuar, domethënë ka qenë një vrejtje teknike e jona, ndërkohë që për dy amendamente të cilat u ngritën këtu, të cilat i ka propozuar lëvizjeve të vendosje, njëri nuk ka arritur ta marrë përkrahjen e komisionit funksional, ndërsa tjetri po, dhe desha ta shfrytëzoj rastin që të flas pak për të dyja këto në mënyrë që të mos flas pastaj para votimit të amendamenteve veç e veç. Për sa i përket çështjes trepshës në ndërmarrje publike, pra të propozimit të dytë të amendamentit 5, është e vërtetë që është diskutuar në komision, është diskutuar edhe në seancë disa herë rëndësia e shndrimit të trepshës në ndërmarrje publike, dhe ne konsiderojmë që me këtë amendament të propozuar, kjo vetëm sa ja shton peshën ligjit të ardhshëm për trepshën edhe strategjisë të ardhshme për trepshën, duke e drejtuar diskutimin rreth asaj se cilat pjesë të trepshës do të duhej të shndrohen në ndërmarrje publike, dhe duke ja shtuar në këtë mënyrë edhe rëndësinë ose seriozitetin trajtimit të çështjes kur kihet parasysh që në ndërmarrje publike pra shteti drejt për së drejtit do të ishte përgjegjës. Ne konsiderojmë që kjo është mënyra e vetme që do ta revitalizonte trepshën dhe do t'ia kthente trepshës mundësinë e përdorimit të gjitha kapaciteteve nxjerrëse dhe përpunuese që do duhet të kishte ky kombinat. E kemi parë që nëse trepsha i lihet kohës, ajo vetëm se shkatrohet dhe nuk revitalizohet, ndërkohë që është momenti i fundit kur shteti i Kosovës duhet ta marrë përsipër këtë ndërmarrje dhe të mobilizojë të gjitha potencialet që i ka, qofshin ato financiare, kadrovike dhe tjera, në mënyrë që ta zhvillojë ndërmarrjen për ta shndruar atë në atë çfarë do duhet të ishte, që është, domethënë, motor dhe promotor i zhvillimit ekonomik të vendit. Ka pasur dakordim nga të gjitha subjektet politike, konsideroj unë, të paktën verbalisht, që trepsha është një prej aseteve më të rëndësishme që e ka Kosova, dhe si tillë ne duhet të reflektojmë këtë seriozitet dhe këtë deklarim tonin edhe në ligjet që i miratojmë për trepshe. Pra nëse është ndërmarrja më e rëndësishme dhe aseti më i rëndësishëm që e kemi si Republikë e Kosovës, atëherë domosdoshmërisht duhet këtë ndërmarrje ta kemi në pronësi publike, në mënyrë që ta trajtojmë siç po themi që po e konsiderojmë. Ndërkohë që për sa i përket amendamentit 8, i cili, siç u përmendet nga kryetari, e ka marrë përkrahjen e komisionit funksional, desha të ngres vetëm disa çështje të cilat kryetari nuk i përmendi e që kanë qenë të diskutuara në Komisionin për Zhvillim Ekonomik, sepse kryetari foli më shumë për atë se çfarë kanë thënë kundërshtarët, po jo çfarë kanë thënë përkrahëse që në komision kanë qenë shumicë. Dhe në këtë drejtim ju bën një pabarazime ndaj shumicës së komisionit. Pse duhet që ndërmarrjet publike ose vendimet për privatizim të ndërmarrjeve publike të merren me 2/3 e deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës e jo siç është aktualisht ligjin bazik me shumicën e thjeshtë. Për ta kemi parasysh një gjë, ndërmarrjet publike të cilat kanë mbetur në pronësi publike tash, po flas për ndërmarrjet e nivelit qendror, janë të gjitha të një rëndësie të jashtëzakonshme, qoftë në aspektin strategjik, qoftë në aspektin e sovranitetit, në aspektin ekonomik dhe tjerë. Pra nuk është se kemi ndonjë ndërmarrje e cila mund të konsiderohet që nuk është e rëndësishme së veçantë për zhvillimin ekonomik, por edhe të shtetëndërtimin në Kosovë, e veçanërisht kur kihet parasysh rëndësinë që këto e kanë si kontribut në të mirën e përgjithshme, apo që do duhet të funksiononin si kontribut në të mirën e përgjithshme. Dhe duke pas parasysh se këto ndërmarrje kanë këtë rëndësi, atëherë natyrisht që trajtimi i privatizimit ose mos privatizimit të tyre do duhet ta kishte një peshë më të madhe të diskutimit dhe vendimmarrjes nga kuvendi. Kur t'jashtojmë kësaj edhe faktin që këto ndërmarrje publike janë në pronësi të publikut, pra konsiderohen në pronësi të publikut, përkundër faktit që 100% të aksioneve të këtyre ndërmarrjeve menaxhohen nga qeveria e Republikës Kosovës, të prapë mbesin pronësi e publikut. Dhe mendojmë ne 2/3 e deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës do të mund të konsideroheshin vërtet reflektimi i vullnetit politik edhe interesit të përgjithshëm të këtij publiku i cili është pronar i këtyre ndërmarrjeve publike. Ndërkohë që shumica e thjeshtë e deputetëve të Kuvendit në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si reflektim i këtij opinioni publik. Sepse në rastin kështu të them minimalist, pra nëse seanca edhe trajtimi i një vendimi për privatizimin e ndërmarrjeve publike do të mund të mbahet me 61 deputet sa për ta plotësuar kvorumin, atëherë çka na nevojitet me
rregullën aktuale të privatizimit të tyre, do të kishte me qenë 31 deputet nga 120 sosh, të cilët do të merrnin një vendim për ta privatizuar në ndërmarrje kaq të rëndësishme publike. Dhe kjo as përse afërmin nuk e përmbush, domethënë reflektimin e mendimit, qëndrimit, vullnetit dhe interesit të qytetarëve të Republikës Kosovës. 31 deputet nuk janë përfaqësues të opinionit publik të vendit dhe interesit të përgjithshëm të këtij vendi. Pra, me 2/3 e kuvendit të Republikës Kosovës do t'i shtohej pesha vendimarrëse një vote eventuale për privatizimin e një ndërmarrje ose aksioneve të një ndërmarrjeve publike, ndërkohë që me këtë rast do t'i shtohej edhe pesha vendimarrëse kuvendit të Republikës Kosovës ka shik këtyre ndërmarrjeve të cilat po e përsëris janë në pronësi të publikut, sepse aktualisht kuvendi i Republikës Kosovës me rregullat siç i kemi edhe siç është dëshmuar në të kaluarën, pak a shumë është vetëm një lloj lavatriçe e vendimeve të qeverisë për sa i përket privatizimit të ndërmarrjeve. Dhe çështja e fundit që dua ta ngris, pse është e rëndësishme që ta kemi një votë të cilësuar të deputetëve të Kuvendit të Republikës ka shi privatizimit, është edhe për vetë procesin e privatizimit. Mendoj që procesi i arritjes së një konsenzusi në mes të spektrit politik, po të subjekteve politike të përfaqësuar në Kuvendin e Republikës Kosovës, do t'i sillte dobi edhe vetë procesit privatizimit, qoftë në rritjen e transparencës, por çka është më e rëndësishme në cilësinë e këtij procesi privatizimit. Sepse kjo do të nënkuptonte një diskutim shumë më të thellë, më të rëndësishëm publik për sa i përket nëse duhet të privatizohet ose jo një ndërmarrje e caktuar ose pjesë një përqindje e caktuar e aksioneve të një ndërmarrje publike. Me shumicën e thjesht e kemi parë të kaluarën që ky diskutim është banal, sepse qeveria ose kushdo që është në pushtet, koalicioni në pushtet i ka dhe mund të sigurojë shumë lehtë me minimalin e votave të rëndësishme ose të nevojshme për ta privatizuar një ndërmarrje dhe si e këtill nuk e ka fare parasysh nevojën për ta diskutuar një proces privatizimi dhe për t'i arritur cilësinë të procesit privatizimi, aq më tepër kur dihet që një konsenzus, një bazë më e gjerë e konsenzusit publik për sa i përket privatizimit do t'i kontribuonte edhe vetë investitorëve, sepse siguria e investimeve të tyre për të ardhmen do të ishte më e madhe meqense pak a shumë në momentin e privatizimit, nëse votojnë 2/3 deputetëve, nënkupton që një pjesë e konsiderueshme e spektrit politik tashmë e ka pranuar një proces të tillë privatizimi dhe si e tillë nuk ekziston pastaj rreziku në tarmën që forcat politike ta ndryshojnë qëndrimin ka shik kësaj çështje. Pra këto do të kishin me qenë pak a shumë argumentet pse do duhet të votojë ky amandament dhe pse do duhet domosdoshmërisht që Kuvendi i Republikës Kosovës ta ketë këtë të drejtë që të jetë vendimarrës fundamental për sa i përket privatizimit ose jo të ndërmarrjeve publike të nivelit qendror. I faleminderit. Faleminderit